të dashur, jemi në këtë ditë të Bajramit dhe unë tani do a bëj një intervistë me një vogëlushe të bukur që për herë të parë po e ka kaluar Ramazanin dhe po e feston Bajramin në Olqen. Si quhesh, më trego pak për veten, nga je dhe sa vjeç ke? Unë quhem Meriem Ramadani, jam nga Tetova dhe i kam 9 vjet. Shumë mirë. Mariam, kër ka qenë Ramazani jetë i parë në Olqen. Si e ke përjatu këtë muaj? Është Ramazani i parë në Ulqin, por nuk është Ulqini i huaj për mua. Dhe ka më kaluar shumë bukur në Ramazan këtu. Shumë mirë. A ke arritur të agjërosh Ramazanin dhe sa sfiduese ose sa bukur ka qenë kjo pjesë? Po, unë kam arritur të agjëroj të gjithë Ramazanin dhe nuk ka qenë fare sfiduese për mua. A ke shkuar rregullisht në faljen e namazit të Taravis dhe namazit të natës, si ka qenë ajo atmosferë për ty? Po, unë kam shkuar në namazet të natës dhe të Taravisë. Në Taravina ka qenë shumë bukur dhe ka qenë e bukur kur kemi ngrënë në syfirin së bashku. Shumë mirë. Si është duk mirëpritja dhe fryma në Olqen gjatë Ramazanit? Mirëpritja ka qenë shumë e bukur dhe shumë e ngrohtë nga familjarët dhe nga shoqet. Shumë mirë. Mariam, ke ti dëshirë të mësosh Kur'an? Po. A do të na ndash ose do na recitosh një sure të shkurtër për që të ndëgjojnë edhe shikuesit që po na ndjek? Okej. Unë do ta them surën Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Mashallah, shumë bukur me që keni ardhur tani dhe jeni bërë të Ulqinit. Shpresoj që do të kem më shumë herë këtu në studio, që të flasim për gjëra të bukura. Faleminderit Rumejsa. Kurse ne shikues të dashur vazhdojmë me programin e vijim.